Përshëndetje. Sot vazhdojmë me mësimin e radhës, vëllimi, njësitë matëse të vëllimit dhe vëllimi i lëngshëm. Kubi me dimensione 1 metër, 1 metër, 1 metër, do të thotë 3 dimensione 1 metër, vëllimin e tij e ka 1 metër kub. Dimensionet e kubit po ashtu janë 100 cm, 100 cm, 100 cm. Vëllimi i tij është 100 cm herë 100 herë 100 vjen 1.000.000 cm3. Do të thënë 1 metër kub ka 1.000.000 cm3. Nëse i marrim dimensionet e kubit në milimetra, atëherë vëllimi është 1.000 herë 1.000 herë 1.000, 1 miliard milimetër kub. Do të thënë 1 metër kub ka 1 miliard milimetër kub. Gjithashtu nëse marrim 1 kilometër i barabart me 1.000 metra, atëherë vëllimi i kubit me brinjë 1 kilometër është 1 miliard metër kub. Njësitë këtu mundeni t'i lexoni, numrat me shumë 0, pra keni me 9 0 është 1 miliard, e kështu me radhë. Këtu kemi një kub 1 cm kub dhe një kub me dimensione nga 1 metër, i cili paraqet 1 metër kub. Kalojmë në shembull. Njëso vëllimin e prizmës sipas të dhënave në figurë. Pra kemi këtu një prizmë me dimensione 4 cm, 3 cm dhe lartësinë e ka 5 cm. Atëherë vëllimi është A herë B herë lartësia. Në vend të A-s dimension 4, në vend të B-s 3 dhe lartësinë 5 e kemi. 4 herë 3 12 herë 5 60 cm3. Kalojmë më tutje. Njëso vëllimin e prizmës sipas të dhënave në figurë. Kemi një kuadër ose prizmë me dimensione 10 cm, 3 cm dhe 4 cm. Paramendoni këtë ta mbushim me njësi kubike nga 1 cm të gjithë. Pra kështu i vendosim, do të thënë 10 herë 30, edhe 30, edhe 30, gjithsej i njësoj me formulën 10 herë 3 herë 4, 30 herë 4, 120 cm3. Kalojmë më tutje. Shndro 5.5 metër kub në centimetër kub. 13 cm3 në milimetër kub dhe 3.500.000 cm3 në metër kub. Pra i zgjidhim këto. 1 metër ka 100 cm, që do thotë se 1 metër kub ka 100 herë 100 herë 100, pra ka 1.000.000 cm3. Atëherë 5 metër kub e shumëzoj me 1.000.000 e na delën 5.500.000 cm3. Kalojmë në B, 1 cm është e barabartë me 10.000 metra, që do thotë se 1 cm3 ka 1.000 mm3. Atëherë kemi 13 cm3 herë 1.000, bëjnë 13.000 mm3. Dhe në C, 1 metër është e barabartë me 100 cm, që do të 1 metër kub ka 1.000.000 cm3. Atëherë këtë e pjestojmë, 3.500.000 e pjestojmë me 1.000.000 dhe fitojmë 3/5 metër kub. Kalojmë më tutje. Njëso lartësinë e prizmës nëse vëllimin e ka 420 cm3. Zgjidhjen e kemi, zëvendësojmë
450 bazë me 7 herë 12 herë lartësia, 420 bazë me 84 lartësia, vetëm lartësia është e barabartë me 420 pjesëti me 84, atëherë lartësia e prizmës është 5 cm. Kalojmë më tutje në vëllimin e lëngshëm. Vëllimi i lëngshëm i një ene është sasia maksimale e lëngut që mund të vendoset në atë ene. Vëllimi i një ene është madhësia e hapësirës që e përfshin ena. Ena me vëllim prej 1000 cm3 ka vëllimin e lëngshëm 1 litër. Do me thënë, 1000 cm3 është e barabartë me 1000 ml, ose 1 cm3 ka 1 ml, 1 decimetër kub ka 1 litër, ose kemi 1 litër e barabartë me 1 decimetër kub dhe 1 mililitër është 1 centimetër kub. Do me thënë këtu kemi 1 litër, mundemi ta mbushim një kub dhe 1 decimetër me i lëng. Pra 1 decimetër kub e barabartë me 1 litër. 1 decimetër kub ka 1000 centimetër kub, 1 decimetër kub ka 1 milion milimetër kub dhe 1 centimetër kub është barabartë me 1000 milimetra kub. 1 metër kub është barabartë me 1000 decimetër kub, 1 metër kub ka 1 milion centimetër kub dhe 1 metër kub ka 1 miliard milimetër kub. Shembull, në vizatim është paraqitur akvariumi për peshq, mjekëso vëllimin e centimetër kub, mjekëso sasinë e ujit në akvarium në litra. Dimensionet e akvariumit i kemi 50 cm, 25 dhe 40. Vëllimi është i barabartë 50 herë 25 herë 40, kemi 51 cm3. Atëherë vëllimi i lëngshëm do të jetë 1 mililitër është e barabartë me 1 cm3, që do të thotë se 1 mililitra e barabartë me 1 litër. Vëllimi i lëngshëm është 50.000 mililitra, i pjesëtoj me 1000 fitohet 50 litra, pra akvariumi nxenën 50 litra ujë. Kalojmë tutje. Në vizatim është paraqitur kuadri, mjekëso vëllimin e kuadrit në centimetër kub, mjekëso vëllimin e kuadrit në milimetër kub dhe mjekëso vëllimin e lëngshëm të kuadrit. Zgjidhja: vëllimi është i barabartë me A herë B herë C, do të thotë 12 herë 7 herë 5, fitojmë 420 cm3. 1 cm3 është e barabartë me 1000 milimetra kub, që do të thotë se 420 cm3 herë 1000 fitohet 420.000 mm3. Atëherë vëllimi i lëngshëm do të jetë 1000 cm3 është e barabartë me 1000 ml ose 1 litër, dhe këtë 420-ën e pjesëtojmë me 1000, fitojmë 0,42 litra. Pra vëllimi i lëngshëm. Detyrat e shtëpisë, matematika klasa e 9, faqja 247, detyra e para në A dhe B, e dyta A dhe B, e treta dhe e katërta. Miru të dëgjofshim orën e ardhshme.